Deri në 3 milion vende pune me aftësi të ulta mund të zhduken në Mbretërinë e Bashkuar deri në vitin 2035 për shkak të automatizimit dhe inteligjencës artificiale. Sipas Fondacionit Kombëtar për Kërkime Arsimore, pozicionet më të rrezikuara janë ato në punët e zanatit, operimi i makinerive dhe punët administrative. Ndërkohë, profesionistët me aftësi të larta pritet të jenë më shumë të kërkuara pasi avancimet teknologjike po rrisin kërkesën e punës, të paktën në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme. Në total, raporti parashikon që ekonomia britanike të shtojë 2.3 milion vende pune deri në 2035, por shpërndarja e tyre do të jetë e pabarabartë. Të dhënat bien ndesh me kërkime të tjera, të cilat sugjerojnë se inteligjenca artificiale do të prek më shumë profesionet e paguara dhe teknike, si inxhinieria e softwareit apo konsulenca menaxheriale sesa punët manuale. Një studim i King's College i publikuar në tetor vlerësoi se firmat me pagesat më të larta humbën rreth 9.4% të vendeve të punës midis viteve 2021 dhe 2025, periudhë që përfshin edhe kohën pas daljes në treg të ChatGPT në vitin 2022. Qeveria britanike rendit konsulentët e menaxhimit, psikologët dhe profesionistët ligjor si më të ekspozuar ndaj inovacionit, ndërsa sportistët, rinovuesit e çative dhe muratorët kanë më pak gjasa të zëvendësohen. Javën e kaluar, firma ligjore Clifford Chance njoftoi se po largon 10% të stafit të shërbimeve të biznesit në Londër, rreth 50 pozicione, pjesërisht për shkak të inteligjencës artificiale. Edhe drejtues të tjerë po tërhiqen nga planet për të punësuar 100.000 persona ndërmjet 2021 dhe 2026, duke thënë se bota ka ndryshuar dhe teknologjia ka reduktuar nevojat e rekrutimit. Sipas fondacionit, efektet mbi fuqinë punëtore britanike pritet të jenë komplekse, duke sjellë rritje të kërkesës për disa profesione dhe të kurrje të vendeve fillestare të punës fillestare dhe të pozicioneve me aftësi të ulta. Kjo e fundit ishte të thënë ekspertët, pasi njerëzit që humbasin punët më pak të kualifikuara do ta kenë të vështirë të rikualifikohen në një ekonomi që po ndryshon me shpejtësi.